Po, shkojmë Shqipe, nëse 45% i bie t'i ketë nga diaspora lëvizja vetëvendosje, nëse minimalisht 45% i bie t'i ketë 49 deputet. 24 PDK-ja, 19 LDK-ja, 8 AK-ja. Analiza, fotografia e dytë. Nëse i ka 50%, nëse diaspora voton 50% lëvizjen vetëvendosje, i bie vetëvendosje t'i merr 50 deputet, PDK-ja 23 deputet, LDK-ja 19 deputet, AK-ja 8 deputet. Vetëm PDK se hiqet një me 50%. Shkojmë të fotografia tjetër. 55% nëse voton diaspora për lëvizjen vetëvendosje. Është krejt njëjtë, ajo. Shkojmë tani? I bie 51 deputet t'i ketë lëvizja vetëvendosje nëse i ka 55% votës e diasporës, 23 PDK-s, 19 LDK, i hiqet një LDK-s pra. Nuk e dia i hiqet edhe AK-s tash. Jo. Se di këtu se pas kemi pak shprehje. Po, 7, jo i hiqet një AK-s. I hiqet edhe një AK-s. Hiqet një AK-s, okej. Edhe me 60 është e njëjtë, veç që... Me 60 hiqet PDK-s edhe një. Po. Shkoj me 60, shojmë. 52, 22, 19, 7. Nëse 60% e elektoratit, se kjo është interesante për ta ndarë për Facebook e për YouTube e për gjitha ato, dhe ta shkruani aty që është analiza e Fisnik Hoxhës nga Boshti. Me 65 ndodh. Diaspora nëse voton 60% për lëvizjen vetëvendosje, i bie vetëvendosja të ketë njëjtë 51%, 23 PDK-ja, 19 vetëm pak korç, sabër. LDK-ja 19, 7 AK-ja. Nëse i ka 60%. Nëse i ka 65%, të ndryshon. 52. u bloku, aq analiza është e fortë sa që e blokoi edhe sistemi. Me 75%. 65. Nëse është 65%, se i ke edhe tjerat, edhe 75 në 80%, nëse diaspora voton 65% për lëvizjen vetëvendosje, i bie vetëvendosje të merr 52 deputet. I hiqet një PDK-s 22, LDK-ja mbetet me 19, AK-ja mbetet me 7, nëse i ka 65% lëvizja vetëvendosje. Nëse i ka 70% lëvizja vetëvendosje, a thua çfarë do të ndodhë? 75. Apo vetëm 75 i të vynë? 75 që ndryshon, pi 52 që në 55. 70 që është i njëjtë. 53, 22, 18, 7. Nëse i ka 75, i bie të arrit numrin e deputetëve në 53, lëvizja vetëvendosje, që i bie 47.1% e votës së përgjithshme. Që ky është rezultati që afrohet projeksionit të Bleronit. Po, 22 vetëm pak, sabër, 22 PDK, LDK 18, AK 7. Muja apate intervenim për të 75%. Po, sepse është deri në 72, në 72 ndryshon, edhe bëhet 53. S'ka nevojë 75, 72. Ja ku e kemi 80, e kemi edhe 80. 80 s'mund ndodhë, po, se po më shkrua një mik i këtij emisioni nga Dreniza, po më thotë, bënë 100% vetëvendosje, po më thotë. Shaka këtë e vogël. 80% që ne e ke, nëse i ka 80%. Po s'mundet mi pa. Që s'mund t'i ke, hipotetikisht. 100% e ki. 54. Fis bëna dhe 100% që ndodhë. Nëse i ka diaspora 80% lëvizja vetëvendosje, i bie t'i ketë 54 deputet, pra këtu ndryshon situata, PDK 21 deputet, LDK-s i merret një deputet, pra 18 mbetet, AK-ja mbetet me 7. AK-ja si duket përfundon me 7.